është antikushtetuese, antiligjore, fshehja që i bëni kreut të Medusës. Edi Rams, i cili nuk guxon të vi këtu në parlament të jap, të mbaj përgjegjësi për të gjitha aktet katastrofale të qeverisjes tij. Fshihet prapa, të më falin zonjat, në kuptimin absolutisht jo të keq, prapa fustanit të grave. Njëherë rrin Pegi Belindës, tani i thot kësaj zonjës këtu, që do më përfaqësosh mua, dhe betimi i saj se mua s'më shkruan njëri fjalimin, pa çka se po s'foli urtësia artificiale, dy fjali nuk i lidh bashkë. Ndaj dhe që të mos themi më sheshela fam, hiq dorë nga përfaqësimi antikushtetues, jo kushtetues i kreut të Meduzës. Rri, i thuj që nuk më lejon kushtetuta, nuk mundën, kam ligj, morali shtetit është kushtetuta. Deri të ndjet nuk thot se kur mungon kryeministri e zëvendëson Eriona. Jo, ndaj dhe hiqni dorë nga këto skema, silleni këtu, jeni mësuar të flas nga 4 orë, mos guxoni të nxirrni një fjalë nga goja. Zinxhirit këqijave që po i bënë këtij vendi nuk kanë fund. Merrni pak revoltën qytetare. Çfarë qëndron në bazë? Në bazë të saj qëndron pas gjithash mungesa absolute e transparencës. Zero transparencë. Në një aferë e cila siç e shihni është bërë botërore. Botërore. Si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë qytetar i Vlorës apo i Shqipërisë nuk din absolutisht asgjë për këtë investim disa miliardësh. Por le të marrim pak nga ana qeveritare, shtetërore. Kur një qeveri pranon një projekt ide të një investitorit huaj, nuk mund t'jap kur leje zhvillimi pa qartësuar pronësinë në çdo metër katror. Dhe çfarë del tani qartësimi i pronësisë? Nga koskat mafioze, si Alket Hyseni, Pirin Ndreu. Po, se shkote, të mu ty. Atë kujtohet kur ditë e thoshte ka ardë Gjoni nga Mirdita, digjo këtu. Ka ardë Gjoni nga Mirdita, thoshte ne i ka marrë kaq hektar në Karaburun. Ja kush i ka ja cilë është Gjoni nga Mirdita, është Pirini nga Lezhë, është Agaçi nga Berati. Po, mos i të farë, ta themun ty, shko e gjaj, shko të Plumë Petriti pak, meru me te. Pra na edhe, ja, dalin këto, pse nuk i bëni, pse i fshini këto ju? Kur një qeveri vendos për të mbështetur një investim në një zonë të mbrojtur,
qeveria shpall parimet mbi të cilat e bazon mbështetjen. Dhe ato parime janë të stipulosura në direktivën e Komisionit Evropian Natura 2000 dhe pastaj në direktiva që kanë ardhur në vite. A ka një zotin? A keni pa ju në një studim të mjedisit, në një studim strategjik të mjedisit? Zero keni pa. S'ka transparent, zero. Keni pa ju një direktiv? Qa do nërtohet, atë sa katësh do jenë ato që nërtohet? Me qëfar materiali do nërtohet? Qëfar habitati do preket? Si ky habitat do kompensohet? Dhe a lejohet apo s'lejohet nga direktiva Natura 2000? Se në qoftë se lejohet, absolutisht do t'i vesh drynat Brukselit se nuk pranohesh, sepse pasuria natyrore e njërit vend është pasuria e Europës. Zonat e mbrojtura të një vendi janë për vendin, por për mbar Europën. Dhe ato ka një ligj shumë të fortë. Ku i keni këto ju? Asnjë, zero. Deklaroj se është bërë një konsult me profesor, me akademik, me ekspert. Dakor, nuk them që s'është bërë, mund t'jetë bërë. Po e dini ju që krahas profesorëve, krahas akademikëve, janë dhe ca tjera aty që kanë Akademinë e Shekujve, janë ca banorë aty, janë ca fshatarë, që i kanë mjell rëj për rëj ato ulli, që i kanë mjell rëj për rëj ato bache, që kanë djersën, kanë kockat e njerëzve të tyre. Pa di me qarë keni fol ju me tha, po trufi me mamur, ju keni fol me tela me gjemba. Ata u gdhi një ditë dhe panë vetën të rrethur me tela me gjemba. Njerin për i tyre ndëgjova të thoshte se unë i shkruajta një letër ish kryeminist Sali Berisha dhe më thej përgjigje. Se formularët e 7500 nishit nuk mbi bazë dhe tyre nuk la dhanë pronën, nuk la dhanë tokën në pronësi. Kush e ka ndalu atë? Mafja! Si mund të ndalohet? Si nuk mund të jipet toka në pronësi ati i cili ligji a jep? Të gjitha këto pra i shumëzuhet me zero. Dhe në fund, skema, ju akuzoni se i keni shumë bashku. Këta i ka fut greku, këta i ka fut rusi, këta ajo të çmendur apo jo se luft hibride, luft e tillë, luft e tillë. Mafje dhe vetëm mafje jeni. Një lloj si Beogradi. Po, ata ajo që ndodhë në Beograd, po ndodhë në Shqipëri. Shkeshit ju, pse kjo munges totale transparence? O zotëri, këtu janë këto probleme pronësie. Prit të zgjidh këto, pastaj, po. O zotëri, edhe o shqiptar, do t'investoj, po nuk do nërtoj ndërtes mi 1 kata, 2 kata, apo 3 kata. Sa është? O shqiptar, kjo do jetë zonë hotelera, apo rezidenciale. Kjo do sjell këto asë një gjë të tillë. Sikur e ka pronë të vetër ai, që po merë gjipen, po vjell gjipen 220.000 metër katror, një nga kanjonet më të bukura në botë. E nga mos revoltohen qytetarë, kanë 100% të drejtë. Mirë kuptojnë plotësisht revolt e tyre. Po. Dhe ndaloni me njëherë kundra mitingjet, sepse do të keni gjithë pasojat. Ja ku e kam këtu, ceremoninë e ndarjes pallaskave të krimit, eksponentët të krimit socialist në Vlorë. Këtu i kam. Këtu. E keni bërë atë. Mos gënjeni.
Nuk po shkoni. Unë e di që, pse të themu ty, më falë një minutë. Që ti mrapa i fut thika ati, shkoni në China Club në Berlin, edhe çfarë u thonë muret aty. Po që këtu të kun, këtu del ti si me qeno, si mbroj si me i flakti ti, atë di mirë, u luzi, ta them unë ty, se thika që i futat, edhe ty ti ka futat të thika në fakt. Po,